Перспективите на државата и на граѓаните на Република Македонија очигледно се многу јасни отворени со фактот дека требаше смел чекор од смели луѓе за смела одлука, со што очигледно дека јасно и недвосмислено се чекаше кон таа перспектива. 27 години уназад чекавме за таква една одлука. 27 години граѓаните на Македонија испашта со многу недостатоци од Европска Унија, со фактот што не сме дел од Европска Унија, меѓутоа тие недостатоци верувам длабоко дека ќе успееме да си ги подкрепиме и да си ги средиме со реформите кои ни следуваат во текот на времето во иднина. Моето излагање ќе го кажам на албански, затоа би сакал доколку сте заинтересирани да го слушате да имате малку трпение. Перспектива баш кој рештетит ме садукат камар ругане сайт të mbarë dhe për këtë perspektivë që po shihet në horizont kontribut të jashtëzakonshëm kanë dhënë gati se të gjithë partitë politike në vend, gati se të gjithë faktori shoqëror dhe në vend dhe jashtë saj. U desh vetëm një hap i guximshëm politik me një vendim të qartë dhe të prerë për të dëshmuar bindjen e paluatur të perspektivës euroatlantike të vendit. Dhe si pasojë e një vendimi të guximshëm për zgjedhjen e një kontesti gati se 3 dekada, sot vendi është mund të themi vetë se brenda strukturave të NATO-s, si edhe para dyerve të Bashkisë Evropiane. Domethënë, vetëm një veprim i mirë ndërfisor i hapi dyert drejt stabilitetit të vendit dhe aderimit të saj në familjen e madhe europiane. Kuptohet, ky hap apo veprim i guximshëm është vetëm fillimi i ndryshimeve apo reformave të cilat i nevojiten në vendit për sigurimin e mirëqenies qytetare. Duhet bërë edhe shumë që të krijojmë një ndjenjë të së qenit qytetar i barabartë të një vendi antar të NATO-s dhe EU-s. Prandaj, konsideroj që jetësimi apo implementimi i pikave të dala nga raporti i pribes detyrimet apo korrigjimet e vërejtjeve nga raporti i fundit i Komisionit Evropian, si nga aspekti ekonomik, nga aspekti administratës, nga aspekti gjyqësorës dhe shumë tjerë, janë vetëm disa segmente që duhet ndërmarrë qeveria për të përmbushur detyrimet jo vetëm ndaj faktorit ndërkombëtar, por para se gjithashtu ndaj qytetarëve, para të cilëve të duhet dhënë llogari për çdo aktivitet apo obligim politik. Nëse të gjithë këtyre ushtohet edhe nevoja e krijimit të një fryme më të mirë ndëretnike, atëherë besoj që të gjithë do të bajtohemi se vendi ka edhe shumë për të bërë në drejtim të përmbushjes së të gjitha kritereve dhe elementeve europiane. Mjafton të ketë parasysh konstruktiviteti jo vetëm i lëvizjes BESA, por i gjithë subjekteve politike shqiptare, në zgjedhjen e kontestit të emrit, me çrast për hir të perspektivës euro-integruese, u desht për një kohë të caktuar të rihen anash jetësimi, synimeve dhe qëllimeve programore. Prandaj, pikërisht kjo dëshmon se në këtë rast lëvizja BESA e ka më së të qartë radhëtjen e prioriteteve, por kjo nuk do të thotë që duhet neglizhuar apo harruar prioritetet që vinë në radhë, sepse kjo është identiteti jon politik. Kështu që do të kisha dashur që njëjtë sikur që u bë një hap i guximshëm i zgjedhjes 27 vjeçare të kontestit me fqinjen jugor, do të kishim dashur që politikanët apo udhëhecit, mbushtetasit dyja anëve subjekteve politike atyre shqiptare dhe maqedonase, në një kohë të pacaktuar në të ardhmen, të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe të herë për gjithmonë gjitha mosmarrëveshjet mes tyre dhe duke i bërë reformat në gjitha institucionet tjera, ta bëjmë edhe një reformë në aspektin e marrëdhënieve ndëretnike që mos t'u lëm hapësirë patriotëve të fshehin krimin dhe kriminalitetin pas këtyre elementeve të marrëdhënieve ndëretnike. Konsideroj që dhe jam optimist tepër, shkaku se ashtu siç ka thënë edhe Mark Twain, se optimisti është njeriu i cili që sheh zgjidhje në çdo problematik, ndërsa pesimisti ai i cili sheh problem në çdo zgjidhje. Unë jam optimist se kjo qeveri, këta subjekte politike kanë kapacitet moral, intelektual dhe njerëzor, kanë kapacitet politik që të ballafaqohen me çdo sfidë, pavarësisht kur vijnë ato për një të mirë dhe një mirëqenie më të mirë gjithë qytetarëve. Ju falenderit, vëllezër.